Komune Malishevës, fshati Caralluk. Rruga këne i shkon për Allat, nësa këne i shkon për Malishevë. Para se me hynë Malishevë një 2 kilometra, këtu gjindët në të majtë labitari i Sefer Kleçkës me djallin e ti Bardhejtin. Janë kanë adetar perfekt, si që shkruan këto biografia e tyne që janë kanë bashkëpunëtor, bashkëluftar me Idris Seferin, me shumë të tjerë lidhën shqiptarët për Izraelit, me shumë adetar. Po shteti sërb me vitin 1928 i ka përshkatu babe djallë këtu, me gjën Sefer, edhe Bardhin, djallin e ti. Domethënë Bardhi ka qenë vllavi i Mixhës Halil Kleçkës, birit Sefer Kleçkës. Me Mixhën Halil Kleçkën kam të shnu e pajtu gjashtë 35 vite babgjyshe em Bafti Deliju, e në bazë të asaj era një dhe jena bo meq. 2 herë jena bo meq. Mixha Halil ja ka unë babgjyshi tem mesën e ti për mu, babgjyshi em ja ka unë me utën për njët Mixhës Halil. Kemi lidhe të forta tash edhe era një, e këtu poshojnë këta 2 trimat, në këtë vend i ka përshkatu okupatori sërbë, 1928. Data 16 tetor 2025. Tash me një qizaj, shkroni atë nga dalë për me lezu, ju në dëgjuh të ndënë. Që keni gjak shqiptarit, edhe me i majt men trimat e tonë që gjithë mund brez më brezi, kemi liftu për Shqipnin etnike të pastar. Zoti pasqëru me xhenet e shehed gjithë këta trimat dhe në ushtrinë shërimtar të Kosovës, të cilët në kanë ngrit dignitetin njerëzor edhe kombëtar. Zote jemi me Agjahaxhi Thaçi e baba i luftëtarit politikisht ushtarakisht Hashim Thaçi. Biri ti ka shtot pavarësinë me shokët e tij, edhe një orë një uru pavarësinë, 14 dhjetor e pavarësisë. Agjahaxhi për hajë në kohë pavarësia. E shola të atëri në shokë, në ashimin në shokë, sa më shpejt, që pojnë në akuza poshë. Ne për hajë. Edhe mi kemë për i marrë që se kemë, so, po shkemi. E shola për mirë, jo kemi mirë.